Mirë mëngjes Dion, ngreja pa problem më stani. Mirë mëngjes, përshëndetje. A mujte, a u qove? Mujta. Unë e di që qosh herët, kështu që s'ka nevojë me të kërku falje, me thon falve se qova. Ja, s'ka problem. Kemi pjesë punës. Për ndryshe drillon bordin apo ma shën e herën? Drillon bordin, janë ja 2 drillon borda. 2 ta pishe. 2 të shoh. 2 mirë shumë. Tash i kena premtu vel se si kena mja lexu një Mali, kom ja lexu dhe një kom për ty, mas kena me fol për nutricizmin. Kena me fol për diet, Partners in Diet. Partners in Diet. Se unë me anglishtën nuk jam keq, po si Sali Berisha. Vetëm dashuria mund ta shpjegonte përsëri. S'ko ka kur gjo puna. Sej. So, mendova e pidel me bo nejfar. 1, 4, 7, 1, O, L, N, K, L, B, T, G, N. Miq të sotëm janë si shalqit, janë, po thot. Duhet hapesh disa për gjetur një të mirë. Ta mon kokalidha dhe më ushqim. Po dhe, apo pajtohesh që janë miq si shalqit ose si bastonat. Pajtohem. Dojnë pjekën, do të pa pjekën. Paj. Do ta prishin. Do të mi qyrë pak, do të mi testu. Do të mi qel mrena. Se më ja bo ato, tak. Mi ja bon kry, rap, aje i pjekën. Sukol hoti për thot, përshëndetje nga Hollanda, mirë mëngjes Gjakov Edi Rnaf, mirë mëngjes. Sukol. Dion, e dim që tash mo vesh je bo dhe edhe ftyrë njoftën për ata njerëz që dëshirojnë më marrë me shëndetin. Unë e para s'fola për disa bime dhe thash bashku vjet Dioni, thash kena me fol për fuqit shëruese të natyrës, për shembull fola për shumë bimë. A janë bimë disa prej pjesëve të përdoruese të njerëzve që i rekomandoni ajo? Gjithmonë bimë domethënë edhe vetë pse thotë shpreha që janë nga natyra, çdo sa nga natyra është e mirë normal. Me një pjesë procesimit, se ka kur kalojmë për shembull që procesohen shumë ose që i gatuim keq për shembull me vajra, me gjana ato, normal që nuk janë të mira për shkak se shkaktojnë asaj shumë komplikacione tek ne, por mirosh shkurt bimt, pemt, perimet e gjitha këto domethënë shkan bimor i preferojmë shumë edhe në Partners in Diet. Ja u çes njerëzve në planin ushqimor dhe normal gjithmonë janë të kënaqen. Duhet me ditë pasaj me lujt pak me shije, cila i pëlqen, cila nuk i pëlqen, po si kryesisht bimë normal që do të më kom pjesën e plani ushqimor të balancun. Po, do të thonë kjo Partners in Diet tregona pak ma tepër, se nuk e kam shumë të qartë. A bëni përgatitje të listat të ushqimeve, apo i përgatitni edhe vetë? Partners in Diet ka qenë kompania, firma që kemi hap para një 3 vjetë e gjys. Edhe çka bëjmë atje është që unë personalisht jam me profesion nutricionist klinik, edhe i licencum për trajner personal. Edhe aty zakonisht i marrim i mbledhim analizat tek personat që dojnë me pas një plan të ushqimit, varet normal ki ndryshe për sportista, ndryshe janë persona për personat me diabet, ndryshe për ata me hipertension. Domethënë i mbledhim gjitha shkajnë me smundje ose me pjesë rekreative, edhe pastaj bëjmë një plan ushqimor që i përshtatet personit adekuat për çat drejtim të vetin. Po tu bazon analizat që gjithmonë bazohemi në analiza. Nuk është diçka që bëhet ad hoc, vetëm hajt ta bojmë. Është diçka që bazohet në shkencë, bazohet në analiza, edhe pastaj bëhet një plan ushqimor që normal edhe mund të bëhet afat gjatë, edhe pastaj me kur suksese na vjen gjithmonë. Qof për shtim peshe, humbje peshe, normal, ka edhe për shtim më shumë se sa që ma ka marrë mendje që ka. Që Henor Grace da thotë mirëmëngjes i Edi Dioni Anishi. Henor, mirëmëngjes. Po na gati gërshon se erdhëm mas emisionit. Çes u ktheva për Henor. Apo mirë. Ky u ktheu në vi. Po më intereson Dion edhe domethënë a keni edhe shujta ku mundi për i përgatit njerëzve për shembull? Momentalisht jo, ka qenë ide që në të ardhmen me mujt mi bosi një kuzhinë ose diçka, por me mujt me jap ushqime, ato shujta që i shënojmë pastaj me mujt me u dërgu njerëzve tamam, po momentalisht i kemi vetëm planin ushqimor, domethënë le të themi recetën ushqimore. Ka njeri duhet ma ndemi të përgatitet. Normal, do të mi përgatitemi ble, që ajo pjesa më e kushtueshme. Unë e di që ki qenë edhe ma herët, edhe unë e të njoh mirë shumë edhe po për dëgjues dhe për shikues kisha pas dëshirë edhe njëherë me na tregu pasioni
ç'është lindi ky pasion për nutricizmin maspori, e mandej për trainer personal ajo mas ne u shkus të shtu. Po për nutricizmin, tu ditë që jemi edhe afër ditës botërore të diabetit, folim pakës për ushqimin më shumë. Kjo ide nuk ka qenë diçka që e kom pas gjithmonë dëshirë. Kjo mas ne ka lindë të marr parasysh se sa ka nevojë në vendin tonë, edhe normal që është deg shumë e nutricionit tek na, ende shumica nuk mund mi ditë çka është nutricioni ose nutricioniste që përfaqëson nutricionin. Domethënë nutricion është më pak se ushqyeshmëria, domethënë si ushqemi ne. Edhe unë për veti normal kam lujt me peshë shumë, edhe pastaj më ka lind një farë ide diku masi që kam përfunduar gjimnazin që me mujt me bot diçka, nashta edhe që s'e kam bërë krejt, edhe ka qenë kjo ideja që më vazhdo me nutricion. Domethënë kjo është një profesion i cili duhet shkollohet, patjetër. Normal. Jo me thonë unë veç komuniq kështu. Po, ose me lexu diçka. Ose për me pa diçka në TikTok ose diçka dhe më thonë mas ne po unë e di çka është ushqimi, se ka shumë më shumë faktorë që hyjnë në çfarë produkti për më bo. Plus mundet me pas pasoja nëse veç fol që shfoli une, që unë ja futi. Domethënë unë e foli këtu me të nine. Po, me të nine ka herë qëllohet, ka herë nuk qëllohet, po normal që mundet me pas pasoja shumë të këqija nëse nuk din mas ne dhe mi monitoru që ato shka i ka jetë. Që ato të ninet. Pra, gjithë dëgjues të mi dhe shikus, kum dëgjani, kum nini të fol për Johani këto, hani ato, Johani, nuk po do më si hani, po më së madin shpi mas ne që shambone. Me të nderë. Kjo më bo, që mu ka bo alergji, jo kjo, jo ajo. Këtu të na njerëz edhe bazohen edhe shumë jo në mite bazohen. Po. Jo kjo, jo ajo, diçka kjo. Cili është miti më i nin për shembull, miti që njerëzit besojnë për ushqimin. Miti ndërkryesor është që nuk bën me hongër ushqim pas orës 6. As nuk e di ku ka lind ky mit se nuk ta tret mas ne luksi ushqimin ose diçka e tillë. Çfarë më intereson llasë unë ha natën bash pa koknaron pyetjet e. Ta honi çellum. Momentin që ushqehesh pas orës 6, ajo është e njëjtë si nëse ushqehesh para orës 6, domethënë vetëm sasia ditore do të më qenë rregullune në asnjësoj që mos mi tejkalu kaloritë. Domethënë me mujt ti më harxhu sa ushqehesh ose me mujt më harxhu pak më shumë normal nëse do më humb pesh. E nëse an pas orës 6 ose orës 7, nuk është e vërtetë që shton pesh, nuk është e vërtetë që metabolizmi yt flen ose diçka që kumni, se metabolizmi jo këtë kohën, edhe tretja jo këtë kohën aktive. Edhe në gjumë kur jemi. Edhe në gjumë normal kur jemi. E kjo vetëm një mit. Ajo që s'më na lëni më ngër buk mas 7-ve. Që do të që thojmë duhet më bazu dika, nuk bën veç me fol. Po, nuk bën veç me të nine. Që po thot ku bash sot Arbeni për Finlandës na çoi një foto më herët, llakuma tu bo. Au, ja pas na prishën gjys. Lepo, ku bash sot po thot pas këtë nutricionist vlla musafir. Sa hongra llakuma. Ma hongër në llakum. Tu hongër në llakum të thonë, është i kesh llakumi. Po, athu, jo më hat, jo hongër llakum do të më hat se pi havi që dhe një. Çe pi havi që dhe një, jo edhe një, shkoj të ngjyra me llakuma. Ta shohim çto shana ka dërgu. Fidan shka kjo mërë? Okej. Ta shka u bo fidani. Do më thonë mas orës 6, muhajmë se kena asni. Nuk është problem, vetëm sasia do të më rregullu gjatë ditës. Veç sasia, qatë sasi për mi rregullu, është mirë me mu konsultu me ty. Normalisht. Duke u bazu në analizat e gjakut. Gjithmonë. Gjithmonë është mirë me u bazu dika se që dha shprehjen ad hoc, nuk bën vetëm hajt ta ha qëta ose mos ta ha qëta ose me të nine, gjithmonë do të më bazu dika, e gjithmonë normal në shkencë dhe në analiza, që me dalë pasaj një plan ushqimor normal që i pëlqen krejtëve. Bashkë më intereson kështu kur takohesh me dikon në rrugë ose diçka, kur të marrin vesh që ai nutricist. Cila është një pyetje që ta bën krejt, domethënë. Kur e patanis, një pyetje që ala kom mandë është, ma pat bosh shka punon, i kom thonë synoj për nutricionist, po se kom pak probleme me telat rrymes, edhe di elektricist. Ani, për më të synu me studiu, ai me njerë problemin, domethënë ky ala pa studiu. Direkt, elektricist ka menua. Tu është timi kap tela, të met aty, prit të zot. A ka ne ushqim dion që është perfekt, që është i përsosur, apo thjesht është varet prej mënyrës tonë që shjetojmë, apo është ne ushqim që më thonë hajt i qëta edhe shka bën shka dush më stanin.
Pyetje shumë e bukur, asnjë ushqim individualisht nuk është që është më i miri se dikush tjetër, gjithmonë voren qëllimet. Edhe uji normal është ushqim, po normal që nëse e tepron edhe me ujë, atëherë ka më kalu në diçka të keqe. Kështu që ka më ndodhur me të njëjtin ushqim. Asnjë ushqim nuk më thon haje vetëm çto edhe je i kryn, se ka për qëllime ndryshme. Për shembull, ki për garus, ki për sportista, ki për personë që dojnë me humb peshë, me shtu peshë. Për mënyrës jetës. Domethënë për mënyrës jetës, për qëllimeve personale, edhe normal për preferencave. Se nëse dikujt nuk i pëlqen, shembull, ta zojmë brokoli që është më i famshëm, nuk mundesh gjithsesi mja qitën plan ushqimi se nuk ka ta mojt atë plan ushqimi. Po dhe nuk e hanë. Gjithmonë duhet të përshtat person. Po, edhe pastaj e le krejt edhe nuk të kallzon. Normal që masaj nuk korr sukses. Kështu që gjithmonë duhet mi këshir preferencat personale, normal mënyrën jetës siç e ceke. Edhe gjithmonë duhet më përshtat personit, se për atë person nuk ka vjen, kjo plani personalizuar që e bëjmë na. Për ndryshe unë u takova një ditë me një shok temin, ajo është pak i plot në trup, edhe nëse s'pja kallzoj emrin, kush ke se s'ka rëndësi, po unë ishim bashkë në kafe dhe unë prosita me hongër, diçka i tha jo se jam dije, ai i plot. Po. Edhe unë a disha i thash, tash e për shok jam kursu ngive, kursu dobësove. S'ka ndodh me shumicën. Kish mja bo vëlla, njerëz nuk jo kanë ngijen edhe s'e ka dobësuan. Domethënë, Unë këtë kohën, po. Unë këtë kohën, këtë kohën. E vetë këtë i në ndijet. Po, i në ndijet e këtë i haloj trash. Kjo është mi rregullu pak apetitin, se nuk do më thonë mos më hongër kur gjusa e ndijet, po. Do më thonë mi apërshtat ushqimeve që edhe të lojnë ngit, edhe të ndihmojnë mu dobësu. E masne që kjo është qaj triki që e bojmë na, do më thonë, edhe mos me të lojnë mu konë umt, mos me pas apetit, edhe normal me hu pesh gjatë rrugës. E këto shkurtimet e lukthave, këto që bojnë, ai preferoni a jo? Personalisht, normal, mendim profesional edhe personal, unë nuk i preferoj fare, se momentin që është një zgjidhje që mundesh mi bo, pa dalë të ato, atëre bëne. Po ka edhe raste normal kur ka qenë rasti gjysi paralizun edhe ka qenë mbi pesh, atëherë normal që për to është një farë zgjidhje se ai nuk mund të pas aktivitet, edhe normal s'mundesh mja restriktu shumë ushqimin, po ka raste shumë specifike edhe shumë ekstreme që kishin mujt me kry punë. Po normal për persona që mujnë me hec, mujnë me bo ushqimin vetë, nuk e kisha preferu. Është një zgjidhje para të ne. Definitivisht. Dion, po më intereson na si njerëz, si krijesa, si njerëz, na jemi të prind me bo gabime. Normal. Domethënë na bëjmë gabime sot mund. Po më intereson cilat gabime i bëjmë në mëngjes drejt darkë. Gabime bëjmë shumë. Po, e di që bëjmë. Edhe unë normal që bëj gabime, ndodh, por që gabimet duhen më konë. Cilat i bëjmë më shpesh edhe që duhet me mujt e mi eliminu. Gabimet që i bëjmë më shpesh është mas parë mëngjesin nuk e konsumojmë si duhet. Ka disa që nuk e konsumojnë mëngjesin hiç, ka disa që ku ta konsumojnë e teprojnë shumë. Domethënë as nuk duhet mi tepru, po as nuk duhet mos më ngreq. Nëse nuk hani mëngjes, atëherë keni më pas apetit shtun gjatë këtij ditës. Nëse konsumoni shumë, mas ne keni mund ditë fryn, edhe s'keni më mujt mi vazhdu ditën ose me energjinë e plot. Mas ne për drejk që shumica i kemi ushqime tradicionale, asnjëherë nuk thom mos me konsumu. Domethënë mundesh gjithçka me konsumu vetëm se dush me pas sasi. Po. Një trek shumë i thjesht që nashta si o mërmenja është që mi konsumu 2 gota ujë para se me hitë të drejka. 2 gota ujë? 2 gota ujë, është shumë sani thjesht, shumë gjatë thjesht që mundesh mi, normal gjithkush mundet mi bo, puna që ajo ta mush pak lukthin ujë edhe nuk t'len më hongër qatë shumë sa potencialisht kështë mujtë më hongër në drejkë. Po. Edhe pasaj të darka, nuk do më thonë me qenë diçka e lehtë, nuk do më thonë me qenë diçka shumë rëndë, paka shumë si mëngjesi. Mundesh mi kry me një snack, mundesh mi kry me një vakt plot, varet masaj këtë pi qëllimeve. Edhe normal, unë nuk është që i preferoj 3 vakte kryesore, gjithmonë e kom 2 vakte kryesore dhe 2 snacksa. Snacksa të i nënkuptu mes shujtat. Me qenë diçka pak ma but, pak ma lehtë, që shumicën e kohës i them këto protein budinkat 20 gramshë që janë, ato normal edhe të muaj ngitë edhe kanë proteine edhe nuk kanë shumë kalori relativisht. Do më thonë 2 vakte edhe 2 mes snacksa, mes shujta, po. Çto i preferojnë, pastaj normal varet për personin. Dikush thotë, unë du vetëm 2 herë në ditë me hongër, nuk kam kohë për më shumë. Normal pastaj pajtohemi ose i shkojmë sa don personi. Po veç normalisht duhet të pak më bazu edhe në stresin që kemi. Normal. A ndikon stresi në ushqim? Stresi ndikon shumë për shkak se rrit apetitin. Stresi e rrit apetitin. Stresi e rrit apetitin, gjithashtu edhe gjumi keq rrit apetitin. Fidoni është unë këtë kohën.
stresi. Shumë stres ka ky djalë, shumë stres ka ky djalë. Si ajo me esh në xhon, nuk e trosh që ka esh në xhon. xhon. Stres nuk ka. Këtë mi pas veç stres nuk ka ky. Domethënë është anti-stres. Domethënë stresi ndikon në ushqimin, ndikon në metabolizmin tonë. Normal, na bën mundi më të unt në atë aspektin që na rrit apetitin, gjithashtu përveç stresit ndikon edhe gjumi keq. Në momentin që kena bo më pak se 7 orë gjumë le të themi, se optimale ato që është 7 deri 9, nëse kemi bo më pak ose edhe më shumë se sa 9 orë, atëherë mund me ndiku që me pas apetit rritën edhe apetit çrregullon gjatë këtij ditës. Hanë ushqim po diçysh nuk je i kompletuar, nuk je i mushur. Domethënë edhe më shumë se 9 orë është edhe më shumë se 9 orë, edhe më pak se 7 orë o keq. Keq në atë aspektin që mundesh me pas apetit shtun. Se vullneti thot me flet 12 orë, koq. Po çfarë po se bën kurr? S'ka nuk e luajm domethënë. Nuk e luajm. Po më intereson Dion, a është e rëndësishme këto veç e folem, çto dietat e shpejta, po më intereson çto me u pesh shpejt. S'po marr vesh unë, shkapëm për pak ditë. Për shembull e posh par dje poshtë një farë si reklame, 20 ditë 20 kg. 1 kg në ditë një. Çka mendon për këto dietat e shpejta? Dietat e shpejta janë trend, jo veç kohëve të fundit, po ka goxha do kohë që janë trend. Ai preferoj jo. Pse tash vjen te pyetja pse nuk e preferoj për shkak se është rrezik për organizmin. Është shumë rrezik, çtu do të më dal për shkak të komplikacioneve që mund më kriju. Është një studim që është bërë që sa më shpejt që ki u pesh, çaq më shumë i rrit rrezikin për me zhvillu qelizat kanceroze. Domethënë kjo jashtë kësaj normal ka pak raste, po gjithmonë gjithçka mundet më ndodh. Po. Jashtë kësaj pjesa kryesore pse jo them mos më pesh shpejt për shkak se kemi fitu shpejt. E momentin që ta fiton shpejt mas Qysh u fiton. Në momentin që e fiton shpejt, pastaj kemi shku me një cikël që e thojmë na yo dieting. A di ajo loja jo që është, që e gjun të poshtë edhe hyp te nal, ti ke më kon çat cikël. Hu peshën, e shton peshën. Hu peshën, e shton peshën, edhe në fund kemi shkatru. Jo mi shkatru, po mi përkeqësu domodin metabolizmin tonë që pastaj kanë me të vit gjithmonë më pak ushqim për më hu peshë. Edhe normal kemi çrregullu brenda metabolizmin ton, kemi çrregullu mënyrën e jetesës. Komë të ul kualiteti i xhumit, edhe shumë sena të tjera që nuk është e nevojshme jup 20 kg për 20 ditë. Në fakt, edhe nuk më duket që është e mundshme 20 kg për 20 ditë, edhe pse ka raste, po nuk i më up kilogram të ndyrës, ki më up muskel. Domethënë goxha disa faktorë të tjerë normal, se trupi ku ta sheh që i kanë shumë pak, ai komë jap gjithçka për mos më shku në atë mobilizohet më njëherë. Po, mos më shku starvation, mos më spedish më dhon shibe harrova fjalën. Mos më nëse starvation mode. Janë disa njerëz që thonë shumë pak ha trashna. Nuk është e vërtet, kum pas edhe raste edhe persona që ma bojnë unë erdha veç hajt sa më këshur, po unë për veti një sallatë në ditë ha dhe apetim ka shtoj peshë. Dhe pastaj ku t'ja u bën, han tinës vetes. Fiks. Çto a them edhe unë shumë shpesh. Tinës vetes është momenti kur han jo vullnetarisht, çysh i bie kjo jo vullnetarisht. Është për shembull je me i kafe që ki porosit çaj, a ki po ata kikirika që qesin atë, ti veç kimi hunger. Edhe në fund nuk shkon normal se ki hunger se jetë kon tu bë muhabet, edin tu socializue kështu. Edhe pastaj ato një çaj, 2 çaj, 3 çaja bën mas ne grush 2 grush ta kikirika. Kto nuk i ke llogarit hiç, edhe i thon valla sot veç me sallat ku met ke ditën, a di kur gjë tjetër s'ku hunger. E janë çto gjëna që i han tinës vetes, as nuk e din që i ka janë që mas ne ndikojnë për me shtu peshë. Nuk është që i ka han pak edhe më ka troshna. Fix. Po tash në jetën tonë kjo profesioni yt na ka ardhur vonë. Realisht. Na veç e kena nashta kena dëmtu në i pjesë, në i organ, në i diçka, po për gjeneratat e reja, për shembull, a ka në i fletushk, a ka në i formë informimi për ushqimin, për qysh me eduku gjeneratat e reja, ose na qysh me eduku fëmijët tonë lidhe me nutricizmin, lidhe me ushqimin. Unë shumë shpesh... Jo mjonale ashtu mësë mjo blesë, ka lajtu ti mësë ja bledhe, ajca. Po, unë shumë shpesh edhe mbaj ligjërata për klasë, nesër kom në shkollën e Lëmërina për klasë të 7, do më thonë mojmë ligjërata informuse. Normal këto janë këtë vullnetarë që i bëj me qef për mi mësu gjeneratat e reja, po gjithmonë duhet me di që duhet me pas aktivitet fizik.
ku ta ki aktivitetin fizik, dush më hongër mirë që mja plotësu masaj që ati aktivitetit fizik. Mos u mënoj veç hajt hosh kat ko, ose ta kryj që ato, ose mos i paska metën pjot gjëna. Nuk është gjëna ajo. Ma gjëna e ti. Ma gjëna e ti edhe shneta jote, se nëse shtash edhe disa persona thonë po shumë shtrajt. Po mirë, ti kime kursy pore që tash, kime hongër fast food, kime hongër diçka tjetër që kome të bo keq, nes mas nes kime ble hapa me qato pore. Do më thonë, gjithë shysht ti kemi kompenzu në jetën tona që shpenzim. Plus që të ne kush blef shhapa. Del na jo dy. Lidhët këtë jetën, edhe hargjën ma shumë mas ne. Edhe ata të bërnatorë vish gëzohen. Po normal, ata ka biznes. Ata vish gëzohen. Dion, po më intereson e di që kena këtu, do më thonë me folë, së të mos për ushqimin, unë jam gjende me folë të në ditën, me të bo pyte me të lodhë kryt. Atë murruja të ashtu folë. Murruja me njëherë, për më intereson, a ka diçka në mes të kafes me ngjesit, në i para ushqim, a duhet kafja në barkë thot, apo qështë është ka puna, herë për thonë kafja para bukës, herë mas bukës, herë me qitë kafen pak së di. Edhe që kjo është një farë miti, jo para bukës, jo mas bukës, adin nuk është që përcaktohen shumë, një rekomandimi jemi kishte me qenë që të pakten me hongër diçka, për shembull, çka mund të më kon një gjys banane ose një banane, për shembull, mas ne mi pi një kafe. Nuk është që dihet a bën keq a mirë, po sa për siguri gjithmonë hani një gjys banane, një banane ose një ushqim tjetër shumë të lehtë, mas ne mundi mi pi një kafe. E konsumimi i mjaltës që bëhet me ngjes. Mundet edhe mjaltë. Është rrezikshëm për persona që kanë nivel të lartë të sheqerit në gjak, apo diabet tipi 2 për shembull. Varësisht prej nivelit diabetit që e ki, nuk është keq me konsumu mjalt. Në fakt mjalta thotë që është ndër shërues më të mirë që i ka bën natyrë, domethënë që i kanë bërë blet. Nuk kisha thonë që o keq, është shumë mirë, po gjithmonë që normal do të më marr mas edhe sasinë gjatë këtë ditës. Kur nuk shkon sasia një vaktit, sasia një ushqimit individual, gjithmonë matet sasia komplet ditës, që pastaj me diçka mundesh me shti, më shti një mjaltë, një çomsht ose një çokoladë ose diçka tjetër, se kur gjë nuk bë me nal. Vetëm që sasia në rregull. Do të më kthyer për shembull tek persona diabetik duhet më mat sheqeri për me ditë sa ka lëviz. Për shembull edhe me ngjes edhe në mbrëmje, edhe pastaj duhet me ditë se çka mundesh me konsumu. Për shembull nëse pas 2 orë që e bën testin e glikemisë, të ka dalë shumë i nalt masi që ki konsumu një ushqim specifik, atëherë dihet që ki konsumu paksisht shumë prej saj. Aha. Për shembull, nëse ki konsumu 2 lugë mjalt, edhe pse nuk ndodh, nëse ki konsumu 2 lugë mjalt, edhe del sheqeri shumë nalt masi ta mos glikemin, atëherë dihet që dush mu rallu pak ka një lugë gjys, e kam kupton. Nuk do më thonë mirë krejt mjaltën, nuk do më thonë për mjaltën për i bëj shemb normal. Gjithmonë veç mi rallu pak ma pak se sa që herën e kaluar që të ka bë dëm. Po nuk do më thonë me nal kur gjë, nuk do më thonë me hekur gjë, se kjo është një diçka që na ka met shumë keq. Po momenti kur nuk kena qenë të edukun që atë sa duhet, normali kena besu gjithkujne. E tash masi që veç o shkencë, persona edukative kështu që mund më mësu, atëherë do të më marr pak prej tyne. Edhe pse ka si ekstremista që kanë besuar diçka ose dini diçka dhe me çato mesin këtë jetën aty s'keni çka ju bën. Fiks. As nuk mundesh më kallzu. Më intereson cilin produkt ju kisha hek njerëzve prej dollapave, këtë kuj kishe mujt. Mas po njerëzve që i don, mas ata që i ngje, as të shku rrafti, diku ja kishe qit këtë këtu në ati. Po. Siç e përmend, asnjë ushqim nuk është mirë më largu, po diçka që kom fërk që thonë në Gjakovës më tajnë pijet e gazune, pse për shkak se kërkush nuk ta pin vish një kanoqe. Këtë thënë e pina është ai kanoqe, po këtë ku ta pin të parë mas ne filli hidhet, edhe dyta, treta, edhe tjetra kish me qenë alkooli. Alkooli dhe alkoolin komplet e kisha largu për shkak se në moderim, një pije 2 nuk është që të bën dëm potencialisht, por që kërkush nuk e pin një pije 2 njëtë dhe si alkooli. Ashtë e bën dëm. Varësisht mund me qenë prej rastit, dallon, por që e kisha largu komplet pijet e gazune dhe alkoolin. Çdo dyja s'kisha pas që mja po kërkujnë. Normal as për të shtëpisë, as për A kiti naj mëkat ushqimor, naj san që nuk mundesh me hek vetes. Mja hek vetes nuk është që e di veç mund më bë presioni i kohës edhe i punës për shembull që duna më hongër normal diçka jashtë. Po gjithmonë që kjo sasia që rregullon gjatë ditës, mas ne ma mlën çat farë mëkatin. Edhe një pyetje kam të fundit, krejt, domethënë se jemi në fund të misionit, a është e vërtetë që nutricistat hajnë picë tines?
A di pse po them Tinës, ose kjo fshehur azi. Po. Është për shkak se s'kena qef me na po atjerë, se na e dim që na mbulon këto sasi ditore, po s'kena qef me na po atjerë, masaj me thonë. Ty nutricionist, mu po më nalë vetë janë. Ty nutricionist e mu po më nalë. Kështu që bëhet Tinës veç mos me na po dikur se. Domethënë e pas ka arsyetimin e vet edhe ajo Tinës. Normal. Arsyeshme. Fidana, o me ty shkë. Ku ka iki, pas ka iki dikuj. Ku ka trosh diçka, ta shtin diet. A shpëqot me një kom që lëviske. Për të zot. Dion, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë punën që po bën. Jam shumë i informuar që njerëzit janë shumë të kënaqur me ty. Shumë faleminderit. Kështu që unë kom nis diku për çka 3 vjet për më konsultuar me ty. Po. Mirë, unë ku të shoh ka. Ma bëj kaj pyetje. Ta bëj kaj pyetje. Sabrinisa i për na përshëndet nga Anglia. Përshëndetje Sabrin, përshëndetje të gjithëve. Duke i përshëndetur të gjithë dhe falendëruar të gjithë që ishin me neve në këto 2 orë shumë të vlefshme të jetës. Unë gjithashtu i përshëndes hotelin 12, hotelin Kulla Sahatit, Neoplas në Gjakov, fshatin e Gjelbert dhe mbëltorën nga Peja, kena mbëltorën do të mi përshëndet që janë super të mirë. Super të mirë janë Agusholli nga Peja në Gjakov. Shihemi nesër, ju dëmë shumë, faleminderit shumë gjithëve. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.